Përshëndetje, si jeni? Sot kam menduar që të lexoj një shënim nga libri që kam dizenjuar dhe shkruar vetë disa shprehje të ndryshme. Dhe sa herë që kam nevojë për pak motivim apo thjesht për një shprehje për ta nisur ditën mbar apo thjesht një udhëzim për të ditë që të re që un po nis, gjithmonë un hap ose një libër ose bloqet e mia ku kam mbajtur shënime dhe më ndihmojnë vërtet shumë në ato momente specifike. Një shënim që un kam mbajtur, në fakt është në anglisht, por gjithsesi un do t'ju përkthej. Nëse ti ndihesh se je duke humbur gjithçka, gjithmonë kujto që pemët i humbasin gjethet e tyre çdo vit, por përsëri ato me durim presin vitin tjetër për të çelur sërish. Është vërtet shumë e bukur dhe motivuese. Pemët gjithmonë kanë qenë udhëzueset e mia më të mëdha, mikeshat e mia, madje motivueset e mia më të mëdha në rrugtimin tim, duke qenë se janë vërtet shumë kryelarta, janë vërtet shumë të duruara, kanë gjithë këto virtyte të bukura që çdo njeri duhet i ketë, esenciale do thoja, të cilat tregojnë një karakter të fortë, të duruar, të disiplinuar dhe madje durimi mbi të gjitha është vërtet një virtyt shumë i vyer, duke qenë se durimi i vërtet është vërtet shumë i vështirë, më besoni. Dhe pemët janë vërtet shumë të duruara. Sidomos tek shikojnë që gjethet e tyre, një pjesë e tyre është duke u larguar çdo vjesht. Dhe në dimrin e ftohtë ato përsëri shndrojnë pa u lëkundur, sepse e dinë që sapo të vi pranvera, ato janë gati për të çelur. Në verë më pas, gjethet e tyre janë shërueset më të mëdha që ofrojnë energji shëruese, pastruese, rigjallëruese e të tjera me radhë. Pemët për mua janë vërtet shumë të vyera, janë vërtet shumë respektuara nga ana ime dhe vërtet do doja shumë që herën tjetër që të shikoni një pemë, t'i ofroni asaj një buzëqeshje, apo pakës dashuri, apo thjesht përkujdesje, natyrës në përgjithësi apo bimëve, sepse vërtet e meritojnë për të gjithë ato mirësi që ato na ofrojnë, të paktën respektin duhet ja kthejmë në këmbim. Kjo shprehje ishte vërtet shumë e bukur. Duke qenë se kur ne humbasim diçka, tentojmë të fokusohemi tek ajo që ne humbëm. Por e vërteta është që duhet të fokusohesh tek gjërat e bukura që ti po pret të vinë, pra lulet që po pret që të çelin, lulet e reja. Mos u fokuso te gjethet që ranë, sepse edhe nëse fokusohesh, ato nuk do të gjiten sërish dhe të vinë prapë tek ti. Dhe u fokusuar tek gjërat që ke humbur do të mbasësh shumë gjëra të bukura që ti ke në moment, të shijosh momentin dhe thjesht duke shijuar momentin, koha do të kalojë shumë shpejt dhe momenti i bukur për të shijuar sërish lulet e tua do të vijë sërish. Faleminderit, shpresoj që kjo shprehje t'ju ke ndihmuar disi sot dhe mos ta ruani videon për ta dëgjuar sa herë të keni dëshirë apo ta shkruani këtë shprehje në bllogun tuaj dhe ta lexoni sërish, ashtu siç unë preferoj të bëj shpesh herë. Faleminderit.